Ne mas pari duhet si shtet tregojmë që jemi serioz. Në momentin që nënshkruajmë një marrëveshje që do të ketë tregti të lirë, nuk guxojmë mënyrë të jashtme me vendos. Edhe mos harrojmë, unë kum pas isha në takim në qeverinë gjermane pikërisht për këtë ndalesë. Dhe ma kanë bërë qartë që në Serbi, si më thon, kompanitë gjermane janë numër 1. Ka numër ekstrem shumë të madh kompanive. Për një vetë Serbia qarkullim me kompani gjermane ka bërë rreth 6 miliard. 6 miliard qarkullim. Gjithë ata janë prodhues gjerman. Edhe tani po ta dëshmoj këtë. Për shembull, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Serbisja kanë vendosur taksën doganore 37%. Kosovës 10, atyre 37%. 37% se pikërisht janë çdo kompanitë e huaja gjermane, italiane dhe turke, të cilat prodhojnë Serbi dhe kanë eksportuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa nuk ka importu për Shtetet e Bashkuara të Amerikës produkte. Më shumë kanë eksportu se sa kanë importu. Dhe ma kanë bërë të qartë qeveri gjermane. Zoti Rafuna, këto kompani janë gjermane, qeveria gjermane i qëndron mbrapa. Ne kemi nuk ma ktheve përgjigjen çfarë. Ne kemi ndihmu shumë, ka fillu mu rrit eksporti. Me hjekjen e ndalesës, ka fillu mu rrit. Tash ka fillu prapë mu rrit. Po, ka fillu mu rrit. S'kena bukur gjobë, domethënë. Po jo, veç e kemi dëmtu vetëm. A është rrit nga Shqipëria? Nga Shqipëria ka rritje. Ka rritje, po, edhe kjo më bën mundi mirë, pasën mas Shqipërisë Maqedonia e Verit, falë edhe kompanive shqiptare që i kemi në pjesën e Maqedonisë që veprojnë, por këto ta përfundoj që ma kanë bërë me dje qeveria gjermane që ne në Kosovë kemi kontribu prej vitit 99 dhe kemi ndihmu zhvillimin. Edhe nëse kompanive gjermane ju ndalohet me eksportu mall në Kosovë, atëre po na ndalohet neve si Gjermani. E kështu si qytetari i këtij vendi, se unë e zëshëm e kam thënë, pse duhet na me pas ndalesa të mallrave kur jemi njerëz normal me vetdije, të rritur, edhe mos me ble kur shkojmë në market. Pse duhet me pas një ndalesë ne për mos me edhe me e bërtit? Nuk do të me pas ndalesë. Më po them, shteti i Kosovës nuk mund të mu zhvillu me ndalesa. Shteti i Kosovës mund të mu zhvillu vetëm i integrum dhe brenda këtij tregut. Nuk mund është sot me sjell në investitor. A di çfarë më thonë mu? Çose ne vëmë investu në Kosovë për 1 milion konsumator, 1.6 sa na kemi dalë. Thotë unë do të më prodhu 2 ditë mujt edhe 28 ditë do të më nejt. A mund është ti me garantu mu që unë muj me eksportu në Beograd, muj me eksportu në Tiranë, muj me eksportu në Podgoricë pa asnjë pengesë. Edhe për këtë arsye ne duhet me luftu mos me pas pengesën.